Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira ila yawmiddin. Shikues të nderuar, ju përshëndes të gjithë në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Sot në realizimin e misionit tonë aty ku shkelen profetët, do të trajtojmë çështjen e ujit të Zemzemit, mirësitë e tij, begatitë e tij, formën se si del ai dhe mrekullitë që Allahu subhanahu wa taala nëpërmes profetit të tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tregon dhe i komenton për mbar njerëzimin. Ne të vazhdojmë të ndjekim materialet e përgatitura për të kuptuar nga afër se ç'është uji i Zemzemit dhe çfarë dobish ka ai dhe çfarë përfiton një besimtar musliman kur i lutet Allahut krijuesit të gjithësisë me zemrën dhe me bindjen e tij për ujin që do ta pi, uji i Zemzemit. Le të ndjekim materialin. Sa do pak besim. Sheku i mëparë, Haxhireja, kërkonte pothuajse pa shpresë ujë në mes të kodrave Safa dhe Merwa, për t'i dhënë djalit të saj të vogël Ismailit alayhis salam. Ishte kjo një tokë në për të cilën duhej të ecje ditë e net të gjata për të parë shenja jete, një shkretëtir e pafund. Ndërkohë që ajo vraponte prej një vendi në tjetrin për të gjetur ujë, pas pak pellgu i ujit doli në sipërfaqe dhe me mirësinë e Allahut u shndërrua në puth, i cili do të quhej Zemzem dhe që do shërbente jo vetëm për Haxhiren dhe fëmijën e saj, por për miliona haxhin nga e mbar bota. Zemzemit ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlen për atë qëllim që njeriu e pin. Ajo që është e rëndësishme të theksohet në këtë takimin ton është që Ibrahimi alayhis salam pasi u sistemua me gruan e tij, pasi u relaksua pak, pas disa ditësh ai u nis për t'u larguar nga gruaja e tij dhe nga djali i tij për të shkuar në Palestinë ku e priste gruaja tjetër dhe djali i tij tjetër Ishaku alayhis salam. Kur Haxherja e heton që burri i saj po largohej, i thërret nga larg dhe i thot: "O Ibrahim, ku po ikën? Ku po na lën këtu në mes të shkretirës?" Në këtë lloj momenti Haxherja i thërret dhe i thot: "O Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Allahu të ka urdhëruar ty o Ibrahim që ta lësh ne këtu ku jemi?" Ai i thot: "Allahu amarani." Allahu më ka urdhëruar që t'ju lë në këtë vend ku jeni. Asë kohë, si stam pak më lart, nuk kishte as ujë, nuk kishte as gjelbrim, nuk kishte as një lloj ushqimi në atë vend, sepse edhe rruga karvanit që kalonte nga Shami për të shkuar në Yemen ishte shumë larg afër detit dhe nuk kalonte në mënyrë tradicionale këtu ku Ibrahimi alayhis salam la gruan e tij bashkë me djalin e tij. Mirëpo e la me urdhër nga Allahu krijuesi i gjithësisë. Nëse dikush ja lën diçka Allahut në dorë, Allahu subhanahu wa taala ditë kujdeset për të. Ibrahimi alayhis salam I kishte lënë ca ushqim gruas së tij dhe djalit të tij. Pasi filloi të mbaronte ushqimi, gruaja e Ibrahimit alayhis salam, Haxherja, filloi të shqetësohej për djalin e saj, I cili ishte ende fëmijëgjiri. Dhe hipi në kodrën Safa
për të parë se ndoshta këtej nga ana e Yemenit po vinte ndonjë karvan dhe t'i kërkonte atyre ujë, ushqime të ndryshme për të mbijetuar në vapën e shkretirës së madhe që ishte asa kohën. Pastaj, pasi nuk pa asgjë nga ana e Yemenit, del nga ana tjetër në kodrën Merua për të parë se mos vinte ndoshta ndonjë karvan nga ana e Shamit dhe t'i kërkonte atyre diçka për t'i mbijetuar shkretëtirës që ajo ishte duke jetuar. Mirë po ende nuk shikonte asgjë në horizont. Dhe hipën sërishmi në kodrën Safa dhe nga kodra Safa kthehet sërishmi në kodrën Merua dhe bën këtë rrugtim 7 herë me radhë. Në momentin që ishte në radhën e 7 në kodrinën e Meruas, ai shikon që diçka e zezë filloi të ndodhte, të bëhej në këmbët e Ismailit alayhis salam, duke u friksuar shumë dhe duke menduar se mos po i ndodhte diçka të keqe djalit të saj Ismailit alayhis salam, ajo niset me një herë dhe kur shikon që uji dilte nga toka. Dhe sipas transmetimeve dhe haditheve të sakta thuhet, Xhibrail Emini alayhis salam ka ardhur dhe ka goditur këtë vend të tokë me krahët e tij dhe nga aty ka dalur ujë. Kur Haxheri e pa që uji po dilte nga ky vend, filloi të merrte dhe rër dhe filloi ta grumullonte dhe ta ndalonte atë ujë që të mos shpërndahej shumë dhe ndërkohë që e mblidhte rërën thoshte zem, 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 që do thotë ndal, ndal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur Haxhereja mos i kishte thënë të ujit i ndalo, ai do të ishte një burim i pashtershëm, ai natyrisht vazhdon të jetë i pashtershëm, por të kishte qenë një burim i cili do të rrjedhte ujë dhe do të dilte nga uji që ta mbulonte gjithë të territor ku ne jemi duke ecur dhe duke shkelur në këtë kohë. Pas këtij fenomeni, uji i Zemzemit ishte ushqim, ishte pije, ishte gjithçka për Ismailin alayhis salam bashkë me nënën e tij Haxheren. Pas kësaj periudhe filluan të vinë fisit e tjera, por ne do të flasim më tutje inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala se çfarë ndodhi dhe si ndodhi me Haxheren dhe bashkë me djalin e saj. Vazhdojmë inshallah më tutje me emisionin tonë. Ka thënë, uji më i mirë në sipërfaqen e tokës është uji i Zemzemit. Ai është ushqim për të urriturit dhe ilaç për të sëmurët. Uji i Zemzemit, me lejen e Allahut, është përmbushës i atij qëllimi për të cilin pihet. Nga Aisha radiallahu anha, transmetohet se Muhamedi alayhi salatu wassalam me ujin Zemzem ka spërkatur të sëmurët dhe u ka dhënë të pinë prej tij. Shikues të nderuar, siç e ndoqët nga materialet e përgatitura për realizimin e këtij emisioni, ne kuptuam që uji i Zemzemit është bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë uji i Zemzemit shërben për atë që një besimtar musliman e pin atë. E lutim Allahun, krijuesin e gjithësisë, që të na mundsojë të pijmë sa më shpesh ujë nga uji i Zemzemit, por jo vetëm kaq, të pijmë ujë nga Kautheri, nga dora e pejgamberit, ditën që do dalim përpara Allahut të madhëruar mbi tokën e mahsherit. E lutim Allahun subhanahu wa taala na fal, na mëshiroj dhe në xhenetet e larta të gjithëve ne na dërgoj deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju.